të vendosëm unë kryeministër. Po ka të tjerë Shqipëria që janë këtu më të mirë se unë, në fushën e politikës. Djalit unë e kam propozuar disa herë që të jetë kryeministër i Shqipërisë. Po, mund ta edhe ky. Është shumë i përgatitur. Vllai im, motra ime, kushëria ime, miku im. Një tjetër ose ky s'ka problem. Po vendos ky dhe është i zgjuar dhe inteligjent. Unë ja lë këtij vetëri mbrapa as kryeministër, ose ministër, ose hiç. Ose nuk futem fare politikë. Legjenda e Po, e kam parë në Top Channel, shumë mirë. Shumë mirë. Spari Po, duhet okej. të bëjmë një program për të formuar një parti politike. Po. Ja, partinë e kemi. Ne kemi parti, kemi shoqata e parti kemi bërë gjithmonë. Nuk kemi linë. Jo, s'kemi parti. Prezantoja pak për shiko tani. Nuk ka rëndësi. Ne kemi del edhe pa parti. Se doli Llapa i bërë një lëvizje me radhë çote këto. Bel edhe pa parti në momentet. E pavarur. Në mënyrë pavarur, e kuptoj. Si pavarur mund të dalësh atë. Ora edhe partia është më mirë, po partia po të fonte pastaj. Partia jote këtë apo të krijojë këtë partinë vetë dhe të bëhet kryeministër i pavarur domethënë. Si mendon, si është më mira? Don që kryeministri i arshëm, Gazi, të ndjeki programin që ke ti apo do të bëjë një bashkëpunim programesh? Ky do të bëjë bashkëpunim programesh. Edhe të dali pavarur. Me kë? Me forca tjera që janë. Me ju? Me mua. Si forca tjera kemi pa të gjithë. Po e kemi parë. Por është puna që të krijohet një forcë re, të cilët janë këtu dhe janë jashtë shtetit. Ja për ku i ke? Po. Është edhe këtu edhe jashtë shtetit, është edhe në Francë. Po forca e re duhet që votbesimi t'i jepet që Albin Kurti humbi për 6 vota deputetëve, dhe kështu që Kosova shko zgjedhje të reja. Ndaj dhe duhet 84 vota parlamentit që të miratohet qeveria, dhe kjo është domethënë mëse e domosdoshme, një bashkëpunim i gjerë dhe duhet një program i qartë dhe transparent që të bindet qytetarit, të bindet pensionistit, të bindet profesori, të bindet punëtori, domethënë t'i shko si ilaçi të smundje, domethënë programi. Ai është thelbi kryesor i jetës që njerëzit se nuk besojnë më në politikë, njerëzit janë lëdha. Se nuk besojnë, ka drejt. Tani çfarë i bëjmë ne tani si ky me dalë si politikan, me thon. Duhet me parandalu smundjen. Që ta parandalu smundjen. Duhet kemi pyje. Duhet kemi lumej, që këta sot nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë. Duhet kemi... Tani, okej, ram dakord që të dy thoni që duhet parandalojmë smundjen. Si mund të parandalohet kjo smundja? Po për shembull Rusia ka shpikur një vaksinë që Rusia. Po. Atë desha. Kryeministër zëvendës kryeministër. Nga modestia thot, le të jetë Gazi kryeministër, ju zëvendës kryeministër. Unë mos vendosem fare në politikë, po unë dua që ta shoh Shqipërinë të mirë. Fëmijët tanë të jenë më të mirë se ne. Po nëse unë do jem kryeministër, atëherë propozoj këtë për president republike. Për president. Po patjetër. Po patjetër. E meritoj. Po Bega më shumë si po, s'ka. Ja lishonin ka mustaqe, janë një me mustaqe. Dhe pastaj hoqi po ja. Si vajte në votë. Jo. Ato vitet dakordsi me njëri tjetrin jemi dakord. I mbajtë sa ku po ja. Do flasim për mustaqe tani, po do të zgjedhim si të zgjidhen të pjesën, si ishte ajo? Pyetja. Po o dhurata. Si? Po pyetja është domethënë. Jo, përgjigjja e pyetjes që unë bëra pak më parë. Po përgjigjja e pyetjes që bëra pak më parë është domethënë që të shkojmë të trokasim në çdo derë, që ti themi se ku e ke hallin me vëlla, pse nuk shkon me ti, çfarë mund të bëjmë që të përmirësohet jeta jote ndjeshëm. Kjo është domethënë që fëmijët tuaj të rinë këtu me ty dhe jo të shkojnë në anë tjetër të oqeanit. Dhe kështu. Jo, ideja është çfarë mund të bëni ju që të riktheni besimin ke njerëzit. Po, domethënë ata gabimet që bë opozita dhe majoranca t'i shmongim ne, domethënë që Si mund t'i shmoni njerëzve që t'ju besojnë se tani ndër këto vite njerëzit edhe janë zhgënjur, janë demoralizuar, janë mërzitur. Po duke zhdukur korrupsionin. Ore këto i thonë gjitha, ne do i vëmë një jetë, është ndryshe një thonë me të bërë. Çfarë më të bëmë? Ne i vëmë jetë. Mirë ka. Dhe domethënë nëse ne unë jam kryetari, ky është zëvendësi,
Edhe ju nuk do lëm më njënë më vlla se dhe ju jeni shok tanë, se dhe ju do na ndihmoni dhe ju do na shpalosni programin. Njerëz të aftë, se me shokë kanë bollë këta. Ta kanë marrë shokët e vet. Nuk është puna e marrë shokët. Po jam kundra kryeministit tash. Kryeministi këtu jo, si po ndjek po Shoku do të jetë i pastër në këtë fushë, do të jetë i aftë, të jetë në profil. Kemi besim të Altini se i plotësoi kushtet, domethënë për të qenë pjesë e partisë. Ka thonë për ministër brendshëm. Shkoj unë si ministër. Po, për ministër brendshëm. Do të më pa. Po do të më parë, po prap. Pa, jam i aftë. Po, prap. Do të më pa. Do të më pa. Do të më pa. Tani Papa do si ti. Papa do vënë. kur e keni vendos tani, kur e mendoni që ta nisni këtë fushatën tuaj, takime me njerëzit, ne na keni të gatshëm her pas here që t'ju suportojmë si media që të transmetoni mesazhin tuaj, fushatën tuaj dhe gjithë programin që keni. Po në zgjedhjet e 2019-s shpresoj të jemi pjesëmarrës në parlament, Po, patjetër. 2019 aq vonë? Po dhe më Presim edhe 4 vite të tjera ne. edhe më para tani në qoftë Po pak të niseni tani. revolucion. Jo, ne kemi nisur ka vite revolucioni, shpërthen kur piqe kushtet, por kemi patër këto antivlera brenda, antivlerën në arsime thash, antivlerën në bujqësi, në dek të tjera të ekonomisë, të shetet si gjykata policie prokurori. E të gjitha këto e kishin pengesa, sepse këta janë pothuajse si ato të parë, të janë bashkë Salla me Edin. A kupton? Janë? Po bashkë. A bi dakord edhe te kryeministri? Po tani diçka ka këtu. është e vërtet që nuk po zihen si dikur, Salla me Romën. Tani Ti ke drejtorët e ndryshëm që kanë qenë kone PD-s në punë, janë akoma disa kryesorët janë punë akoma. Në përreth edhe këtu. Nga kryetari PD-s ka kaluar. Po çe ju thoni Drejtori i pa AKU-s. punë tani të rrjedhin punë. Po jo në punë të rije, po jo të bëja programin e PS-s tani. Bëj programin e PS-s i cili ka qenë më i lartë se i PS-s. Si thoshte Salla tani me shok. Me zotërit e tij, pa ai më para më brapa gjësa ai nuk qëndroi. Po pse as ka më lek. Salla ka më shumë dhe është e djathtë. Si thoshte Salla tani unë bëra shumë. Ai bëri deri në 97. Si mendoni? Pas 97. Si mendoni ta vendosni emrin e koalicionit tuaj, pra? Partisë tuaj. po partia Pisku, asgjë tjetër, Po partia Piskut. Partia Pisk. Partia Piskut. E të lumshëm i parti dhe. Kaq pisk është domethënë Po, Ka pjesë situata e vërtet. Je bujësi. Janë çmimi pleut kimik i lartë, i ujit, kanalet u shkatruan, rezervaret, ashtu. Me probleme tjera, me helme me këto, bujësia është shumë për tokë Shqipëri. Në mal, po edhe në fush, edhe në luçje këte. Çmimet janë shumë të vogla, prodhuesi i edh prodhimet në kanal, i gropos, se s'ka treg, s'ka pushtreku. Dhe aty ku bëhet, domethënë edhe kanal, qepën e Korça në kanal, bollën kanal dhe populli sa, po ti jepja me çmim të vogël, të volitshëm. E këtu në ndërri shteti, të dhushti privat. Po privat, pa i rendje tatimet e aty për këtë kryesori që e mbanë qeverinë dhe shtetin. A ka polici tatimore, a ka polici bashkjake, ka polici rendi. Si e ti mollën kanal? Ti s'ka le për bukë, jo më të blej mollën. Po, jepja ropit e mollë. Ne kemi dhënë në kushtet të vështirë atëherë. Si kushtet t'ja japi ropit e? T'ja japi ai që po e kal. Po jo, ai që po e kal. Si të hedhë se ai ka investuar vetë. Po shteti duhet ta kompensojë atë. Ta kompensojë shteti atë dhe t'ja jap mollën me çmim të arsyeshëm. problemi është dhe më i thellë, duhet patur parasysh që ne abuzojmë me pesticidet dhe kjo është kancerogjene, kjo është shumë e rrezikshme. Është kjo arsyeja më, nuk besoj se është kjo që ka subjektive, unë kam Po është për vëlla se ne i çim Kroaci ne kthejmë më. Janë më të mira ato të Maqedonisë, Bullgarisë, atyre që vinë domethënë që eksportojnë këtu në Shqipëri. Ajo është përgjithësuar pastaj. Kjo është vërtet, domethënë që ata nuk kenë më mirë se ne. Ato bëjnë edhe qëllimisht atë, bëjnë qëllimisht me pesticide. Nuk janë gjithë me pesticide. Dolën 2 me pesticide në Berat dhe Lushja o burra. Lushja Berati ka me pesticide në Kroaci. Jo, nuk është e vërtet kjo. Po megjithëse këtë për ta verifikuar sipas analizave që kanë bërë agronomët edhe laboratorët të bujqësisë në Shqipëri. Mbas ata më kanë keq informuar mua, se unë nuk jam agronom. E njoh bujqësinë, kam njerëz terren që i njoh dhe më thonë që nuk është kështu. Është si thua ti. Domethënë nuk janë gjithë me pesticide. Vin damkën. Po, edhe çfarë janë me pesticide? Me pesticide në Tropoj, në Librazh dhe në mund të jetë në Lushje në Firë, po dhe gjithë Lushje Firë. Jo gjithë, edhe Lushje Firë jo gjithë. Te bëjnë qëllimisht për nxjerrat e namin e keq që mos blen shqiptarët të marrin mall nga Serbia, nga Maqedonia. Ne duhet ulim importin dhe të rrisim eksportin, se kështu që të futen. Mirë.
U them që të jemi vazhdimisht aktiv, të lidhemi gjithmonë me njerëzit, për të shojmë mesazhe të bukura, reale, vërteta, analiza. Ju do të jeni gjithmonë terren, takoni njerëzit, merrni. Keni kudo në terren në Shqipëri. Si? Nuk keni kudo në terren në Shqipëri. Po, bravo, për ty di. Kam bërë, po bëj dhe do të bëj. Derisa kemi frymën e fundit. Edhe kryeministri Arshëm. Patjetër kryeministri. Çdo ditë është këtu në qendër, shet pyet njerëzit. Mendon, po gjithandaj. Që kemi mendime të vjera që ka parë, mos ka parë. Po s'ka parë që s'ka parë. Ka parë. ne dalim nga gjiri i popullit dhe kështu që Ishte kënaqësi, urime për gjithë shqiptarët, erdhën ditët e bardha, ditët më në fund politikan vërtet që do shihni. Miq, ju përshëndesim, do të jemi në takime të tjera në vazhdimsi së shpejti. Faleminderit. Për të shpalosur programet dhe të ardhur sa më pranë jush, që të jemi sa më të besueshëm për atë mendimin tuaj. Ju përshëndesim.